Mbledhja e Këshillit Bashkiak në Maliq e thirrur jashtërange me kërkesë të opozitës mbi reformën territoriale është mbyllur pas rreth 20 minutash, pa u marrë vendimi për çështjen kryesore të rendit të ditës. Në mbledhje ishte parashikuar miratimi i qendrimit zyrtar të Këshillit Bashkiak Maliq për ta përcjellë Kuvetin të Shqipërisë në kuadër të procesit të rishikimit të ndarjes administrative territoriale. Mbledhja ishte njoftuar të zhvillohej rreth orës 10, por situata ndryshoi pas deklaratës së grupit të këshilltarëve të majt, të cilët u shprehen se nuk do të marrin pjesë në një vendimmarrje lidhur me propozimin që duhet të dërgohet parlamentit. Pas kësaj deklarate, kryetari i Këshillit Bashkiak njoftoi mbylljen e mbledhjes. Vendimi shkaktoi reagime nga këshilltarët e opozitës e qytetarëve të pranishëm në sallë. Këshilltarët e majt u larguan nga salla brenda pak sekondash, ndërsa këshilltarët e opozitës vijuan me deklaratat e reagimet e tyre. Në këtë mënyrë, çështja e qendrimit të Këshillit Bashkiak të Maliqit për rishikimin e ndarjes administrative territoriale mbetet pa një vendimmarrje zyrtare.